Lefter Maliqi, kandidat për deputet nga Aleanca për Shqipërinë Madhështore, mori mbi 5200 vota, por nuk arriti të sigurojë mandatin në zgjedhjet e 11 majit. Maliqi e cilësoi sistemin zgjedhor si të padrejtë dhe të korruptuar, ndërsa tha se përveç Berishës, ka mungesë të përkushtimit nga drejtuesit politik të PD-s. Ai theksoi se xhelozia dhe mungesa e bashkëpunimit mes tyre e dëmtuan, ndërsa e cilëson masakrën elektorale si një fakt të pakundërshtueshëm. Maliqi u shpreh i gatshëm të vazhdojë punën për mbështetësit e tij, pavarësisht mungesës së mandatit, dhe bëri thirrje për unitet brenda opozitës në përballje me sfidat politike. Për shkak të kodit zgjedhor të padrejtë, duhet të punoja fort. Ky sistem për mua është i korruptuar, lista e mbyllur është fatkeqësi kombëtare dhe për demokracinë në Shqipëri. I përmbahem masakrës zgjedhore që ka ndodhur. Unë jam krenar për ata vota që kam marrë. Gara zgjedhore ishte e pabarabartë. Dihej që Lefter Maliqi dilte i treti, por disa drejtues të PD-s, duke nisur nga drejtuesi politik, gjë që ja kam thënë edhe liderit Berisha, nuk punuan siç duhet, orientuan votat, kishin xhelozi të paparë për të më goditur. Unë ja kisha thënë opozitës së bashkuar dhe liderit Berisha që nuk më interesonte mandati i deputetit. Ka detyra të tjera që mund t'ju shërbejnë mbështetësve të mi. U fokusuan të gjithë në Kuçovë dhe në Otlak. Ata donin të më dëmtonin mua. U bë mitingu i PD në Berat i dështuar. I kërkova miting liderit Berisha në Kuçovë dhe bëra miting madhështor në qytetin e Kuçovës. Ishte një protokoll që kandidatët e listës së hapur nuk duhet të flasin, si mos flas kandidati i listës së hapur, kur mua do të më votoj populli. Berisha ishte i palodhur nga mëngjesi në darkë. Ata poshti nuk e ndiqnin dot, për të mos thënë që ja patën me hile. Përveç Berishës, pjesa dërmuese e drejtuesve politik nuk kanë punuar se e kishin të sigurt. Po të ishte Ilir Meta jashtë, Partia e Lirisë do të kishte shumë më tepër vota. Në PD, mos të ketë betejë me njëri tjetrin, por me kundërshtarin. Zoti Noka më thoshte ta mbroj unë votën. Si do e ruash votën? Nuk e di nga kush të ruajm, nga demokratët apo nga socialistët. 5222 vota janë shumë për mua dhe për Partinë e Lirisë. Ku nuk kemi pasur numërues e vëzhgues, jam i bindur se ka manipulim. Berisha reagoi dhe më lanë disa numërues. Se do isha pa numërues fare, duhet bashkëpunimi dhe jo fryma e përçarjes.